Zoj Ministre, ju vazhdoni ndjekni të njëjtën linjë që ndjek kryeministri i Shqipërisë, flisni përgjithsisht dhe nuk flisni asnjëherë për gjëra konkrete. Që qëndrojmë edhe ne në të njëjtën linjë aq sa mundemi. Ne nuk jemi kundër investimeve. Ta respektojmë sepse ajo nuk vjen këtu. Jo, s'ka lidhje. Përfaqësuese protestës për qeverisë. Okej. Nëse duhet, okej, nëse duhet nga qeveria. Më dëgjopak. Okej. Lutem. Nëse duhet ta bëjmë një kompliment, ta bëjmë sepse jeni nga të paktet ministra që dilin ndonjëherë në media dhe i thoni diçka shqiptarëve dhe për këtë meritoni kompliment. Megjithatë unë duhet të them dy gjëra që më bëri përshtypje. E para, ju thatë që projekti është refuzuar, projekti po flasim për Zvërnecin, ndërkohë që kemi një leje për rrethim për çështje studimore. Më fal, por për çfarë duhet të rrethohet një habitat, një ambient për çështje studimore? Kush do t'i ndalojë ato njerëz? Kush do t'i sulmojë studiuesit? Tjetër. Kjo është e para. E dyta, ju thatë, ta mbaroj, që të lejmë të flasi, zonja. E dyta, vazhdoj ti mbetem asaj që tha zoti Abilega. Komisioni Evropian ka ngritur dy shqetësime. E para, lutem, pa ta mbaroj. Pse? Sepse edhe ministri do ketë kënd kufizuar. Po patjetër, unë pyetje po bëj. Okej. E para, Komisioni Evropian ka bërë dy ankesa. E para lidhet me ligjin për investitorët strategjik, cilët komisioni deklaron që ju nuk jeni diskutuar fare me komisionin për miratimin e këtij ligji. Dhe ky ligj është ligji më i poshtër që është bërë në Shqipëri, këtë do ta lejoj vetes, sepse keni dhënë leje për investitorë strategjik ose status të investitorit strategjik njerëz që kanë rrogë buxhitore. S'kan asnjë të ardhur. Mos kalojmë në emra se nuk bën. Nuk kemi kundër investimeve. Nuk kemi kundër investimeve, po flasim që po abuzohet me investimet. E treta, ajo që tha zoti Abilekaj. Dy pra them. Dyta është kjo. Ligji për zonat e mbrojtura. Ju e keni ndryshuar ligjin për zonat e mbrojtura e zonjë. Dhe kjo prek direkt kapitull 27 negociata e cili ka të bëjë me mjedisin. Nuk është historia që në zona tilla si Laguna ju mund të ndërtoni sepse do respektoni mjedisin dhe rregullat. Nuk ka asnjë respekt. Aty në qoftë se ndërtohet, shkatërrohet habitati. Po të përmend, është shkatruar Laguna e Kunës. Për 2-3 barake që janë ndërtuar atje, nuk janë ndërtuar betone. 2-3 barake janë ndërtuar prej Drurit në Kunë, në Laguna e Kunës. Në Vajin. Në Vajin, është shkatruar, nuk ka. Afër Shëngjinit. Tre çereku i shpendve që kanë pasardhur nuk vinë më. Se ne vëmë në një atje që jam drek të diella. Tani, nuk është shkatruar. Tash ti shkon në herë, unë shkoj gjithë vitin se gjuj peshkat jon. Unë po them është shkatru. Ka specie pa fund që nuk vinë. Po që nuk vinë, sepse është i problem. Këto specie duan qetësi për ne vinë. Dhe e fundit. Ministra. Jo po e fundit po bëre 6 pyetje dhe vetëm Zonja Ministre, e fundit fare. Vetëm këtu më burr se na mbeti protesta. Ka të bëjë me këtë, lutem. Ju flisni për investime dhe për rolin që do kenë këto investime në ekonominë shqiptare dhe ne jemi dakord. Ligji për investime strategjike është miratuar në 2015. Ju lutem si ministre ekonomisë më thoni, sa investitorë tuaj kanë ardhur, sa vende pune janë hapur? Qartë. Zonja Ministre. Atëherë, nga të parë, pra dy janë elementet që ngritët, ligji investimeve strategjike dhe ligji për zonat e mbrojtura. Edhe pse duaj leje, edhe pse duaj rrethim për Zvërnecin, ndërkohë që po bërit vetëm studime. Po s'ka tani po më prish emisioni. Ja një sekond. Zonja Ministre, më prish emisioni. Nuk të prish. Nëse nuk futem tani thot njeriu që unë prezantova, më ikën aeroplani. Do ikë në aeroport. Tani mirë. Pyetjet. Po ti the 2 pyetje dhe bëret 8 pyetje. Do të prish emisionin tani. Prishje. Ti përgjigjem shumë shkurt. Po përgjigje. Dakor. Thuaj zot Lubonja për 5 minuta do futet, Rozhan. Në negociatat që neve kemi me Bashkimin Evropian, është i kalendarizuar për të miratuar këtë vit. Pra, ne këtë vit do të kemi një ligj të ri për investimet, i cili do të bashkojë 3 ligjet e ndryshme që janë aktualisht në fuqi për investimet, përfshirë ligjin për investimet strategjike. Ne shumë shpejt do të bëjmë publik draftin e ligjit për investimet, i cili do të diskutohet pa diskutim me Bashkimin Evropian dhe do të miratohet si çdo ligj tjetër që është në procesin e integrimit, pra në procesin e parafrimit të direktivave, vetëm pasi të ketë marrë no objection nga Bashkimi Evropian. Jemi duke punuar për ligjin dhe besoj që brenda muajit qershor neve do të kemi variantin e parë për të nisur konsultimin publik, pasi siç thash duhet të jetë miratuar në parlament brenda këtij viti. Sa i takon
aludimet që bët për sa i përket investimeve strategjike të cilat jepen personave të cilat janë rrogtar, unë nuk di për kë investime e keni fjalën dhe nuk jemi këtu për të diskutuar raste hipotetike. Unë nuk di të ketë persona që nuk janë Gazmen Paja është investitor strategjik, ka marrë statusin e investitori strategjik? Që se do emra pra. Që investime strategjike, të cilat janë të miratuara, janë investime të cilat pa diskutim i kanë dhënë një vlerë të shtuar në turizëm, por edhe në sektorë të tjerë vendit, dhe një nga arsyet pse ekonomia rritet janë dhe investimet private që janë duke u kryer, të cilat janë të nxitura edhe nga legjislacioni në fuqi për investime strategjike. Zonja Ibrahimi. Kjo është pjesa e parë. Është bënja. Që lidhet me zonat e mbrojtura, unë duhet të kujtoj që ligji zonat e mbrojtura është miratuar. Ligji zonat e mbrojtura ka shkuar dhe në gjykatë kushtetuese, dhe gjykata kushtetuese e ka lënë në fuqi, pra shkallët e legjislacionit shqiptar, ai ligj i ka kaluar, pavarësisht se mund të jetë kontestuar. Kjo është ajo që do të them unë, dhe ajo tjetër që do të them është për të gjithë kapitujt ne kemi marrë angazhim që brenda vitit 2027 neve do të parafrojmë legjislacionin me direktivat europiane dhe mos keni asnjë dyshim për këtë, sepse çdo ligj nuk kalon në parlament pa marrë okejin e Bashkimit Evropian, dhe angazhimi jonë kryesor është që Shqipërinë ta çojmë në Bashkimin Evropian dhe të plotësojmë të gjitha kushtet të cilat na lejojnë që neve t'i hapim rrugës antarësimit të Shqipërisë. Zonja Ministre, të falenderoj për ndërhyrjen tuaj. Faleminderit juve. Faleminderit. Për investimin Lexojeni deklaratën e Komisionit Evropian. Delegacionit të Bashkimit Evropian Shqipëri nuk ka të bëj me Zvernecin. Është një metaforë që përdorë për diçka tjetër, por ishte dashur ta lexoni kur keni ardhur. Me Lubojin të lutem sa më parë. Zonja Ministre, të falenderoj. Gjithsesi, lexojeni do ta lexojmë edhe ne një herë, lexojeni edhe një herë. Ka të bëjmë atë pjesë fare, nuk ka të bëj. Nuk ka të bëj me fare. Zonja Ministre duhet rinde i të ballafaqoheshin pak më gjatë. Ajo thatë vetëm. Po se ke, po ministrja ka vetëm për Zvernecin. Po për Zvernecin flasim. Po i tha pra. Po si tha, po Zvernecin tam tonë. Ajo i tha, ne s'tam. Po të mi këtë tjetër, kemi emision. Po mimo jepë Lubojës dhe vazhdojmë. A është e mundur tani me lidhja me Lubojin? 1 minutë do një në dispozicion. Atëre pyetja që ne kemi, para se të na ju Lubojnja, po e fillon njeri prej jush, ju e ndoqët të deri tani protesta është dita e 9. Cilat janë shqetësimet që po artikulohen sot në protestë më së shumti? Ka shumë të rinj? Pse protestojnë ata? Unë s'do kështa filluar se më ndërprejet, se është shumë serioze, le të hynë pa të Lubojnja, pastaj bisedojmë. Realitet, atëherë ta bëjmë shkurt?